Përshëndetje të dashur miq nga studio e emisionit Qasje Tridimensionale. Kam kënaqësi që jam para juve bashkë me kolegët e mia të dashura që do ta trajtojmë një temë që i prek direkt gratë e besa indirekt burrat. Të dashura mirë servet. Mirë se u gjatëm. Mirë se u gjatëm. Po shpresojmë që kemi me pas një diskutim shumë të mirë, të ngrohtë, ndajherë edhe revoltues për çështjen e trashëgimisë. Trashëgimisë së grave. Pse në shoqërinë tonë shumica e vajzave nuk e gëzojnë këtë drejtë ligjore, këtë drejtë fetare? Qysh qëndron kjo çështje në aspektin ligjor? Pse ngurrojnë vajzat shqiptare me e marrë trashëgimin nga prindrit e tyre, e pse ende kemi prind të cilët nuk janë të gatshëm me e nda një pjesë të pasurisë për vajzat e tyre? Këtë temë do ta diskutojmë dhe po shpresojmë shumë që ka me pas një ndikim pozitiv të krejt audienca. Qika, a pajtoheni me këtë që e thash? Po, patjetër. Patjetër. Unë personalisht mendoj që është një numër i madh i faktorëve të cilët na penalizojnë neve femrave në shoqërinë tonë për mos me e gëzu këtë drejtë të Zotit që na e ka dhënë në radhë të parë, e mandej edhe që na e garanton ligji, po megjithatë ka shumë çka që ndikon, e prapë se prapë konsideroj që kohëve të fundit, viteve të fundit, gjeneratat më të reja kanë nisë me e thyë këtë tabu edhe vajzat po e gëzojnë trashëgiminë e tyre. Ka në mes të këtij revolucioni, ka edhe viktima të cilat për pasojë prishën, domethënë shpeshherë edhe raportet mes vllazërve edhe motrave, sepse janë rritë në qatë formë që kur janë përkund ndjep, ti i zoti kësaj shtëpie, ti ke me marrë këtë trashëgimi, po tash kemi vajza syqel që nuk priton edhe me i prish ndoshta raportet për me e marrë pasurinë e vet. Po në anën tjetër, pse ndoshta edhe mos me u prish, se në këtë rast edhe vllau po afron gatishmëri për me u prish nëse ajo kërkon pjesën e vet. E në këtë rast kjo kush realisht është në këtë rast gabimi? A vllau që mund të më dhënë nga motra për një diçka që i takon, a motra vllau për një diçka që nuk i takon, e motra për një diçka që i takon prap gjykohet e paragjykohet edhe shihet me një sy jo të mirë nga shoqëria. Unë mendoj që pa kanë fajtor vllova motra është fajtor prindi, baba. Domthonë është një drejtë që po folim, është e drejta, ndoshta e drejtë themelore për një pabarazi shumë të thellë që ekziston, madje ekziston sot, vazhdon me ekzistu, edhe pse po jetojmë në kohë moderne. Është një drejtë që e lejon Zoti, e lejon ligji, e ndalon njeriu. Kush njeriu më i dashur, më i afër, prindi, baba ose nana. Tani është vllau. Unë mendoj që po e marr fjalën, ndoshta pa më drejtu pyetja. Pa problem, tamam. Grave, femnave ose vajzave i bëhet padrejtësi hala parë në këtë jetë. I bëhet padrejtësi me jetën e tyre hala pa fillu me jetu jetën. Kur? Që në shtatzani. Pse? A e din sa nanat, kur e kuptojnë, nanat ose familjet në shoqëri që kanë preferenca meshkuj, kur e kuptojnë gjinin që është vajzë, sa abortet shkaktohen për shkak të gjinisë vajzë. Domethënë, pa dalë te trashëgimia që tema jonë sot më është trashëgimia, po du me përmend që grave, vajzave, femnave i bëhet e padrejtë, i cënohet e drejta për me jetu, hala pa fillu me jetu jetën. Që në shtatzani. Ma megjithatë në mendoj që e kena te i kalu deri dikon këtë farë. Jo, beson që është edhe sot e tutje. Se tash kena edhe nana që nështë i 3 djem i bën, po ka qef me pas edhe një lindje për me pas një vajzë. Shumë e vërtetë. Diçka që nuk ka qenë për para. Po gjithashtu vazhdojnë a pas baballar që nëse s'ka djalë, vajza nuk i duket që ka shumë vlerë. Fatkeqësisht. Kështu që ndoshta në çdo ditë nuk e kem takim këtu, po sinqerisht ka shumë raste. Kështu që po du me thonë që akoma pa fillu me jetu jetën, aty nëse i cënohet e drejta për me jetu që nga shtatzania. E mos të flasim që gratë më herët janë privu nga drejta e shkollimit, e drejta që s'ka mujt me vendos në martesën e tyne, s'ka mujt me vendos për fëmijët e tyne, po në rregull sot
Unë qyshe kom po Ma është herët avancu edhe shkollimi. Vazhdojnë edhe mos me... Ma herët po, jo veç me gratë, me- ndoshta edhe burrat janë privu nga e drejta për me vendus për martesën e tyre. Po, shumë e Shkak vërtet. të Po, mentalitetit. prandaj po sot është avancu edhe martesa e shkollimi, ndërsa e drejta për trashëgimin mbetet e drejtë vetëm letër. Pse po jetë veç në letër? A keni mendu diçka juristat me ndru pak strategjinë që me Jo, strategjia me juristat, luftu që të mendësi që vajzat mos me pas atë barën të marrë mos të marrë. Po do më thënë ligji mja obligu të gjithçysh ka me kalu që kjo pjesë e pasurisë në mëntanin. E të tani nëse vendos me e këthy prap në mund dikujna tjetër, diçka që se kish bo kërkush. Po. Mendoj që juristat nuk kanë diçka për me ndru, për arsye se është në mënyrë shumë të qartë edhe në mënyrë shumë specifike e rregullume me legislacion në fuqi, e kena ligjin për familjen edhe e kena ligjin për trashëgimin në Kosovë, që janë në fuqi e që e garantojnë të drejtën e barabartë të gruas, të femrës në të drejtën pronësore. Kur e them këtë në të drejtën pronësore, në kuptoj një drejtë pronësore e cila dallon nga trashëgimia dhe nga ndarja e pasurisë në bazë të kontributit të përbashkët martesë. Pra, ligji e një gruan, gjinin femrore, të barabartë në të drejtën e pronësisë, ku në aspektin e familjes trashëgon tek prindrit, po edhe në aspektin e martesës trashëgon në bazë të kontributit në martesë. Pra, përpara se me trashëgu pjesën e pasurisë që i takon në bazë të ligjit mbi trashëgimin, e që është bashkëshortja, është trashëgon në vit të parë në radhën e trashëgimisë së bashku me fëmijët e saj. Çka nënkupton kjo? Nëse një gru nga martesa i ka 2 fëmijë dhe vdes burri, në aspektin ligjor do të trashëgoj 1/3 e pasurisë së atij burri, pra në pjesë të barabarta me fëmijët. Mirë po, përpara hapjes së procedurës së trashëgimisë, gruaja ka të drejtë, përveç pjesës së barabartë me fëmijët e saj, paraprakisht të kërkoj 50% të pasurisë së bashkëshortit të saj, edhe për para vdekjes së tij. E gjithë kjo në bazë të ligjit për familjen, në bazë të kontributit të përbashkët në martesë. Belkize, tipi rasteve tua, a ke mujtë me pas ti shumë ofër së tyne rasteve, a ke mujtë me pa, a ka gra që kërkojnë drejtën e tyne për pasurin? Në krahasim me të kaluarën, situata tash është shumë më e mirë, është përmirësu, ka avancu dukshëm, se për këtë realizimit ose njohjes të kësaj të drejtë dhe kërkimet të saj, se problemi është që legjislacionin fuqi e një, si të drejtë themelore, mirë po problemi është se gratë nuk e din, ose s'paku e din mirë po nuk e kërkojnë për faktin se privohen nga marrëdhëniet normale ndërmjet saj dhe të afërmve të tjerë të familjes, për shkak të presionit kemi shumë motra, shumë femra që heqin dorë nga trashëgimia në favor të vllaut ose në favor të vëllezërve, nuk e bëjnë deklaratën me vullnet, mirë po e bëjnë deklaratën për shkak të presionit nga tradita e kaluar. E këtu konsideroj që edhe organet e drejtësisë, po edhe avokat, do të duhet të kontribonin më tepër në forcimin e zbatimit të së drejtës, sepse një deklarat për heqjen dorë nga trashëgimia parimisht nuk është e revokueshme. Nuk mund të revokohet, pra pala nuk mundet me thonë se i kom ra pishman edhe tash po e tërheqje deklaratën për heqje dorë nga trashëgimia. Përjashtimisht kjo deklaratë mund të revokohet, të mos prodhoj pasoja, pra të shpallet e pavlefshme, në qoftë se pala e bën të besueshme faktin se deklaratën e tillë e ka dhënë jashtë vullnetit saj. Mirë po këtu raste janë shumë tralla. Na kemi raste... Qysh mundet me dëshmu për shembull që është jashtë vullnetit saj? Me presion. Deklaratën e ka dhënë me presion. Thjesht me presion nga antarët e tjerë të familjes, se duhet ti tash je martume, e ki venin te unë për me ardhë, si këtu në herë që kanë thonë e ki venin në gjini për me ardhë, e tjerë e tjerë. Do me thonë, kjo është një lloj presione. Tash, sikur kishtë qenë ndoshta respekti, sikur dikur që ka qenë për bijat, janë pritë, kanë pas derën e vllaut hap gjithmonë, të muhabet, një javë kanë qëndru, e ma shumë, janë pritë gjithmonë mirë, deri diku arsvetohet. Po tash tradita ka mbet vetëm të marrja e pasurisë dhe jo të i respektit ndaj bijave.
Do më thonë dashbijat as nuk marrin trashëgimi, po as nuk pritën në për familjet të tëne, për shkak që nuk është modera hapur që është ka qenë dikush. Edhe është pak e vështirë me nejtë, se ndoshta po i pëngoj. Ani pse aty është një hise jotja, një punë e jotja. Kjo i bën më pak kjo që i bën se jemi rrit me një shoqëni që kemi dëgjuar gjithmonë se vajza edhe sipas kanunit, vajzat nuk ka drejt me marrë me trashëgut e baba, sepse është llogarit që ka me gëzu pasuninë e burrit. Gjithashtu vajzat janë rrit. Po sipas kanunit, kush ka konsideruar që gruaja burri nuk ka pasur me burrin e ka, sot e kësaj dite rastet që ne i kemi në gjykat, vjen burri ose grusi vdes burri dhe kunat e përjashtojnë nga trashëgimia e vllaut të vdekur, jo vetëm gruan. Jo vetëm gruan, po edhe fëmijët e vllaut. Në aspektin e kjo është mentaliteti. Nuk ka diçka për mi vetë gruaja, a pse janë shpesh ato raste? Jo, në aspektin ligjor gruaja me padi absolutisht mundet me fitu të drejtën e pronësisë që i takon në bazë të trashëgimisë të burrit, nëse burri e ka diçka në emrin e tij. Nëse nuk ka, çështja është që shtëpia mundet me qenë trulli në emën të babgjyshit, edhe as burri nuk ka kur gjë për mi vete. Jo, atër vetëm fëmia e tij e trashëgojnë pjesën e babës që ka vdekur. Mirë, po gruaja jo, nuk mundet. Po të paktën fëmia, se nëse trashëgojnë fëmia dhe për nanën ka hapësirë të bënë qëndru. Fëmia patjetër. Se fëmia ka prova në bazë certifikatës së lindjes që janë trashëgimtar ligjor të ndjerit, të trashëgimlënësit. Edhe ata trashëgojnë në radhë të parë, ndërsa përderisa prona, pra nuk është në emër të burrit, gruaja është fjala, vetëm mos ngatroni, është fjala për ndaljen e pasurisë së përbashkët në bazë të kontributit në martesë. Ndërsa në bazë të trashëgimisë gruaja e trashëgon pjesën e burrit barabart me fëmin, po vetëm pjesën që i takon atij në raport me vëllezërit dhe motrat që i ka. Përderisa është në emër të vjerrit. Këto që është ligjore ka një herë din me ta bë trunin lëmsh, do të thonë që është një harrieti që të bën me thonë që ka pas mundësi dikush me përfundu juridikun edhe me mbajt gjitha këto ligje, po megjithatë ajo që është në letër dhe ajo që është në praktik, si lindja me perëndimin, domethënë janë përputhje. Po kur e kthejmë tash te përmendë kanunin. Nuk pajtona, për arsye se ligjet i kanë të rregulluara marrëdhëniet shoqërore që ndodhin në shoqëri. Ose raportet shoqërore ndërmjet njerëzve në shoqëri janë të rregulluara me ligj. Kështu që nuk ka mundësi me praktik krejt ndryshe për shpesh. Kjo po i vjen që na kena problem me vajzën, me femnat që nuk e kërkon drejtën e vet. Në praktikë, nëse e kërkon të drejtën me gjykat, kemë fitu. A është kjo gane se në najna rritë... Pse është dash me gjykat me... Për arsye se ta... Ai bësh lëku e mungesës së funksionimit. Për arsye se e mohon pala tjetër. Për atë arsye është gjykata. Gjenerata tona dhe para nesh edhe nështë deri tani jemi rrit me atë thonje që na kanë thonë gjyshet e nonat, vajza lind në shtëpi huj e kur të martohet shkon në shtëpi vet. Na prej të vegjëla, të vogla jemi rrit të dëgjojmë këtë fjalë që vajza kur shkon në shtëpi burrit prap të thojnë ti je e bleme e nuk je e leme. Do më thonë, si përfundim, kërku nuk po mujna me zonë ven. Edhe në konsideraj që kjo pozitë... Unë jam rahat me këtë pjesë, për arsye se e di shumë mirë anën ligjore, edhe në çfarë do forme, se në aspektin e trashëgimisë, në bazë të ligjit mbi trashëgimin, gruaja trashëgon pasurinë e burrit të vdekur, se në aspektin derisa është gjallë burri, gruaja e ka të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e burrit edhe në qoftë se pasuria është regjistruar në kadastër vetëm në emrin e burrit. Është çështje e rregulluar. Nëse është regjistruar me në emrin e gruas? Nëse është regjistruar me vlen e njëjta në qoftë se ajo pasuri është ble me punë gjatë ekzistimit të martesës. Kushti, pasuria duhet me qenë fituar gjatë ekzistimit të martesës, e që kjo provohet me certifikatën e martesës, lidhjes martesës, dhe kushti është që ajo pasuri nuk duhet me qenë e dhuruar, nuk duhet me qenë e trashëguar nga familja e burrit ose e gruas, nuk duhet me qenë pra dhurat, mirë po ose nuk duhet me qenë pasuri e veçantë, sepse ligji e dallon pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve dhe pasurinë e veçantë. Çka është ajo tash e përbashkët e veçantë? Pasuria e veçantë është pasuri të cilën e ke sjell prej familjes së babës, e ke sjell te burri. Që trashëgimin që ajo është pasuri e veçantë. Pasurinë që e ke marrë dhurat, edhe pse e ke marrë gjatë ekzistimit të martesës, po e ke dhurat, është pasuri e veçantë, si për burrin, si për gruan. Dhe pasuria e cila rrjedh nga pronësia industriale,
e që këtu hynë prodhimtaria intelektuale, botimi i një libri të caktuar, pikturimi një pikture të caktuar, lidhët do me thonë me intelektin personal, s'ka rëndësi që ajo pasuri është kriju, është punu gjatë ekzistimit të martesës, ajo është pasuri e veçantë. Ndërsa pasuria e përbashkët është pasuria e cila është fitu gjatë ekzistimit të martesës me punë. Edhe këto nuk është faktor që njëri ka kontribu me të ardhura financiare dhe tjetri ka nejtë të shtëpia dhe s'ka kontribu në aspektin financiar, sepse kontributin ligji e konsideron edhe kontributin e gruas ose të njërit në udhëheqjen e punëve të shtëpisë, në kujdesin e fëmijëve, në pastërti. Edhe nëse asnjë ditë nuk ka punu gjatë ekzistimit të martesës, pasuria konsiderohet 50 me 50. Po më pëlqej ky lehtë se zakonisht burrat thonë që për shembull nëse gruaja ka nejtë të shtëpia, ky ka siguru tornat, ky është kujdes për tornat familjare, atëherë pasunia çysh ka munduar mes burrit dhe gruas. Po nëse ky burr nuk pas një gru që është kujdes për shtëpinë, për ushimin, për fëmin, as kjo s'kish mujt me funksionu, so dashur ose marrë shërptor, ose diçka ashtu kështu ka pas mi shku gjysma e pagës, ose ndoshta krejt gati. Kështu që definitivisht, edhe nëse gruaja s'ka dalë për shtëpisë, është kujdes maksimalisht me ta rujt pasuninë. Nuk mund është i vetëm më ndërtu pasuninë. Kthehemi prapë te prindrit e vajzave që pritojnë mjafton trashëgimin. A mendoni që indirekt ka pas një rol të madh kanuni që në kohë gjatë si vend kemi jetu me kanon ku s'ka pas nuk o konsideru as qenje njerëzore, për kuptimin e fjalës e lemo me u përmend trashëgimin. Nëse mundë me u përgjegj Gane, sa i përket kanunit sigurisht që ka pas ndikem, mirë po është faktor shumë i rëndësishëm mentaliteti, që prona thjesht i takon djalit, burrit, edhe nuk është e gruas, po unë konsideroj që edhe në të kaluarën, sikur të ekzistonin kushtet financiare që ekzistojnë sot, ndoshta disa prej baballarëve kishin me nda pasurinë e tyre, mirë po, ma herët ne dim se ekzistenca elementare ka qenë pikpyetje, sidomos në kohën kur prindrit tanë janë largu me masa të dhunshme nga regjimi jugoslavistë të hershme, nga puna ka qenë jetësore me siguru një ushqim minimal për fëmijë, se jo me mendu me nda pasurinë ndërmjet djemve dhe vajzave. Kështu që sigurisht që ka ndiku mentaliteti, sigurisht që ka ndiku zakonat, mirë po konsideroj që dhe në atë kohë, sikur t'ishin kushtet e ditës së sotme, do të kishte prej familjeve që do t'ja kishin nda pasurinë. Me përjashtim se dhe vetë në kanon shkruan që shtëpia nuk zihet nga dora e femrës. Domethënë nëse i ka vdek prindi një vajzës, ajo shtëpi është trashëgu, nëse s'ka pas vëlla, s'ka pas burra e shtëpi, është trashëgu prej kushërinjeve, kush do qoftë dikush burr që është në lidhje gjaku më i afërt, edhe jo vetë prej vajzës së shtëpisë. E këto gjurmë janë që mbeten pavarësisht sa kanë. Një bi, prindrit i kanë vdek, vëlla nuk ka pas, edhe e ka shit atë pjesë, shtëpinë e vet, kur ma nuk ka mujtë me orë në atë vend. Ka pas kushi, ka pas kushëre, ka pas raporte shumë të shnusha, domethënë edhe kushëret na përdorim e kanë leqit, domethënë nuk i kanë folë kërkosh ma, vetëm se ka shit shtëpinë e babës saj. Domethënë edhe kushëret që kanë pas kushi, që ka mujtë muen, aty pastaj është një çështje tjetër ligjore, e drejta parablerje, sigurisht duhet me ofru përshitje në kushtet e njëjta dhe me çmim të njëjtë fëmijë të parë ose të interesuarit të parë, familjarit të parë dhe jo me shku të personit që nuk e ki familjar ose nuk e ki kojshi. Edhe aty ka kushtet të caktuara. Ajo ka ofru këto, e ka ofru. Po nuk ata s'kan dashur me blej, kanë që do të na taku neve, se na jena ose rrisin çmimin për mos me mujt me blej dikush tjetër. Jo, në këtë rast ata nuk kanë dashur me blej se nuk e kanë pa të drejtë me blej. Ajo dashur vetiu me ja kalu këtyne. Nëse ka XX raste të tilla, po që në shoqërinë tonë femna nuk e ka më vlerën e njëjtë, nuk e ka më respektin e njëjtë nëse vetëm pyet ndoshta ose vetëm diskuton rreth drejtës së pronësisë, rreth drejtës së trashëgimisë për to. Edhe sot e kësaj dite është shumë paragjykuese, nëse diskutohet në shoqërinë tonë në një temë të tillë, definitivisht është shumë paragjykuese. Ne kemi raste që e shohim tendencën e palëve në marrjen e pasurisë së kunatës për shembull që i ka vdek pala. Edhe sigurisht që neve na vështirësohet procedura nëse edhe një palë tjetër
e vendosim në proces. Mirë po sigurisht nëse dëshiron me zbatu drejtësinë, duhet me njoftu palën, se duhet me njoftu palën tjetër që dëmtohet në këtë rast, që e drejta jote është kjo. Edhe ti duhet patjetër me kërku spaku nëse jo për vete, për fëmijët e tu që janë të mitur. Mirë po ne vazhdimisht në praktik shohim tendenca tilla. Është fjala nga ana e familjarëve të cilët janë të gjinisë mashkullore. Diçka që me të vërtetë është shumë e dhëmshme. Ndjen t'i rriton fakti që në vend se me qenë ata që i rahatojnë... T'i rriton për në anë tjetër nuk ish dasht me t'i rritu, po përkundrazi gjininë femërore ish dasht me forcu për shkakun që me kërku të drejtën ligjore. Për derisa dikush nuk është i mshirshëm, ose ta shkin një të drejtë elementare, ish dasht me i forcu dhe jo me undiku nga presioni shoqërisë, nga mentaliteti e tjerë e tjerë. Jo, në rastet të tilla, të gjitha ato gra që na ndjekin do të me qenë shumë të vendosuna pasurinë që është ndërtu mbi korrisin e saj dhe të burrit saj, mos me leju askënd me hy aty, veçmas kur ki fëmijë të vegjël, edhe kur dikush synon me ta marrë të drejtë elementare, në vend se me të mbështet, ai po synon me të dëmtu. Domethënë është një diçka që me të vërtet të tërqedh, veç me e mendu që mundet me ndodhë në shoqërinë tonë. E lemo që është realitet, që natyrisht i po bazosh prej fakteve konkrete që i ki rastet edhe... Për fat keq edhe sot e kësaj dite në zonat rurale është e shprehur mungesa e informimit të grave për të drejtën e tyre në pronësi. Është dukshëm e shprehur. Ose dhe në anën tjetër dhe kur informohen për një të drejtë të tillë, hezitojnë për arsye se potencum shumë herë të mentalitetit, presionit, gjykimit shoqëror, gjykimit familjar e tjerë. Edhe shpesh detyrohen gratë me jetu në martesa të pashëndetshme, me duru gjithçka, për arsye se nuk kanë ku shkojnë. Nuk kanë ku shkojnë. Vjen që pavarësisht sa po gjykojmë baballarët e asaj kohe, ata i kanë ardhur hakësh bijave tyne, se i kanë bajt në shtëpi një javë, 2 javë, dhe nëse e kanë lshu burrit, është nda prej burrit ka ardhur kanë te baba ose te vllau. Sot nuk ka një gru nëse ndahet me burr, edhe me burrin e saj po zon, nëse divorcohet, edhe nuk e nda, nuk arrin me nda drejt me marr drejtën e saj të pasurisë, nuk ka ku shkon. Baba nuk i ka lënë një bazë dikon që ai më mbështet, vllau nuk e jep atë mundësi, dhe thjesht ajo mbetet shumë ma keq se dikur. Vetëm nëse ajo ka arrit me punu ose me ndërtu diçka vet, për ndryshe gratë që s'kan arrit me punu, janë me vetëm me rritje dhe edukimin e fëmijëve, kjo është një shtresë që definitivisht është në gjendje shumë vështirë. Për shkak të drejtës, sigurisht një drejtë që nuk e ka. Kishëm luftu me ja bë këtë drejtë. Po na po flasim për një drejtë që që ka të lejuar, e siguron ligji e shteti, po thjesht ato hezitojnë me lyp drejtën e tyre. Nga stigma, nga paragjykimet, nga njerëzit, nga frika, mos po ndodh sepse sigurisht një vajzë me empatinë, me dashninë që ka për familjen, për vllaun, më lehtë e përjeton me mbet në rrugë sesa me përballu ndarjen prej prindërve për vllaut. Po sigurisht edhe kjo sigurisht është një prej arsyeve sepse ju mohohet grave një drejtë e tillë, se sigurisht në qoftë se personi ka siguri financiare, pala tjetër mundet me mendu prej rasteve që i kemi se tash nuk duran. Nuk e duran dhunën familje, për shembull. Kjo është edhe një arsye, një prej arsyeve që disa prej rasteve edhe tentojmë ja mohu të drejtën në pronësi. Po megjithatë aspekti ligjor është shumë qartë i rregulluar. E drejta në pronësi është e garantuar me ligj. Vetëm mungon unë gjithmonë se cilin emision po e ceke, mungon informime, edukimi ligjor i opinionit publik ose i grupeve të marginalizuar për të drejtat e tyre. A ka mundësi sipas ligjit nëse po e zon baba ka vetëm prona, edhe ato i ndonë mes djemve dhe jo vajzave. E vajza në këtë rast mos me marë pronë, po me marrëveshje, me marë një vlerë caktuar ose një shumë parash, ose qoftë edhe ata me siguru një vend me jetu, ose me banu një banesë, që ato qoftë, me jek duhet prej pronave. A mundet dhe me bazë marrëveshjes me ndryshu e drejta ose me marë diçka nga pasuria për bashkët që ka. Ose më ju thonë vllaznim një golf 6 që po të me ta.
Sa i përket procedurës për ndarjen e pasurisë, trashëgim lënsit, nuk mundën palët paraprakisht me bo marrëveshje për ndarjen e tillë, sepse ligji ka definuar shumë qartë në radhë të parë trashëgon bashkëshortja dhe fëmijët në pjesë të barabarta etj. Dhe çdo marrëveshje paraprake e trashëgimtarëve ligjor për ndarjen e pasurisë është e pavlefshme. Mirë po, për së gjalli, përderisa është gjallë pronari, që në këtë rast i bjen kryefamiljari ose trashëgim lënsi, ka mundësi që pasurinë e tij me ndatë e trashëgimtarët ligjor me kontratë të cedimit, me kontratë për bartin e pasurisë. E atëherë në këtë rast vlen vullneti i palëve dhe vlen pajtimi i palëve lidhur me pikat e kontratës. Nëse palët, pra të gjithë trashëgimtarët ligjor janë marrë vesh që vajza me ju bart kjo pjesë e pasurisë, filan djalit kjo, nuk ka rëndësi a ndahet tash pasuria në pjesë të barabarta apo jo. Dhe nuk ka rëndësi që ai që e merr pasurinë e merr ndonjë detyrim për personin që e ndan trashëgimin, me mbaj derisa të zgjallë, me siguru ushqimin e tij, me pagu ndonjë bërë që e ka. Mundesh me kontratë për cedimin me fitu pasurinë e atij që e ndan e sedusit, mirë po mos me marrë ndonjë detyrim. Mundesh me marrë pasurinë, por me detyrim të caktuar. Kjo krejt më varet se për me qenë e vlefshme, kontrata e tillë, marrëveshja e tillë duhet me u bë për së gjalli, derisa të zgjallë trashëgim lënsi, duhet me jap pëlqimin të gjithë trashëgimtarët dhe duhet një marrëveshje e tillë me qenë e notarizuar ose e legalizuar. Këto janë kushtet. Sa më shumë që po folni, çaq më shumë po bën me reflektuar dhe me mendu, po ta përzin ligji, a? Jo, ligji ka vakt më përzin, po gjithë ky sulm për shembull që bëhet ndaj parimeve fetare, ndaj islamit, ndaj ligjeve islame, e në anën tjetër, imagjinoni kanuni është dikun ka shekullin 19-20, do të thonë çaq vonë është kanuni, edhe femra nuk llogaritet as qenie njerëzore. E na si shoqëni ende kemi problemin e trashëgimisë si vajzë, po edhe të gëzimit të pasurisë si gra. E kur kthehemi domethënë te aspekti fetar, që nuk po mundem me te i kalu pa përmend, para 1400 vjetë Kurani ka zbrit, i ka rregulluar të dyja çështjet. Në momentin kur vajza lind, trashëgon pasuri prej babës. E në momentin kur një zotni do në martu, ka me nda një pjesë të pasurisë, edhe ka me aba dhurat grus, po jo veç thjesht dhurat. Se mehri e potencoj hoxha, nuk është as dhurat, po nuk është as kusht, është si në mes të dyjave. Do me thonë, është pasuri me cilën zotin arrujt nëse grusi ndodh diçka, ajo mundet me e jetu pa problem një periudhë të gjatë kohore me ta. Diçka që të bën me reflektu edhe me të vërtet me umbur, po në anën tjetër edhe me mendu që të mendësi që femra, qika nuk bën me trashëgu kur gjë, indirekt, po e luftojnë edhe njerëzit që e praktikojnë fen. Se sot një musliman që e praktikon me të vërtet fen, është të zvaktli, nuk guxon as me mendu që nesër vajzës së tij mos më ia nda një pjesë të pasurisë. Se nuk ka preferenca këtu, po është urdhër prej Zotit. Është e përcaktuar me rregullat e Kuranit. Po mendoj që një kontribut jashtëzakonisht shumë të madh edhe një rol shumë të fuqishëm te gëzimi i trashëgimisë e ka edhe feja. Domethënë tash në shoqërinë tonë shumë e vërtetë, nëse na kemi praktikues të fesë që e praktikojnë fenë në detaje që është, shpesh mendoj që edhe kanuni njerëzit ku i ka konvenuar kanë marrë, ku si ka konvenuar kanë anashkalu, konflikt ndonjëherë që edhe kafeja dikush ku i konvenon merr diçka, ku si konvenon tërhiqet. Mua më pëlqen shumë kjo pjesë fetare, dash Zoti edhe zbatohet ashtu që është, ndërsa te kanuni, pavarësisht të mirave të këqijave të veta, ka qenë si në lloj kushtetute atëhershme, e që fjala aty u ka ndoshta peshën e ka pas më të madhe se çdo akt gjyqësor, po megjithatë mendoj që kur është hartuaj, ti shkon një femër aty, ka është shkru, kish lënë diçka mirë dhe në favor të vetit, në favor të grave. Ato kanë shkruajt burrat dhe gjithmonë në favor të burrave shkruaj gjithë kanuni. Ato nuk i kanë llogarit gratë as qenie njerëzore, tash imagjinojë me distodës aty me pas hinja dhe mi shkruaj ligjet. Prandaj nuk kanë konsideruar as qenie njerëzore. Ka mundësi me u lidh pak te çështja që përmendet, te çështja e mehrit, e përmendet që është si lloj sigurie nëse grusi ndodh diçka.
nuk e di se që shëndron në aspektin fetar çështja e menaxhimit ose administrimit të pasurisë së përbashkët në martesë, për arsye se duhet me studiu për me dhënë një mendim të tillë, ndërsa në aspektin ligjor, ndarja pasurisë në bazë të kontributit të përbashkët në martesë, unë shoh që te opinioni publik paragjykohet shumë ose keq kuptohet, konsiderohet që gruaja, eventualisht burri, duhet me kërku ndarjen e pasurisë së përbashkët vetëm kur divorcohet personi. Jo, as edhe një herë. Ligji për familjen i Kosovës e rregullon këtë çështje shumë mirë. Kjo nuk është bashkëpronësi, është pronësi e përbashkët. Konsiderohet që secili nga bashkëshortët është pronuar në pjesë të barabarta i pasurisë së fituar gjatë martesës me punë, derisa gjykata të merr një vendim gjyqësor. Edhe këtë kërkesë për me nda pasurinë nga ana e gjykatës, palët, pra bashkëshortët mund ta kërkojnë në çdo kohë, jo vetëm pas divorcimit, edhe në kohën thjesht, edhe në kohën sa ekziston martesa, secili prej tyre don me ditë me veçu pasurinë sepse ka nevoja të veta të veçanta, atena në Kosovë nuk praktikohet, mirë po e konsideroj edhe shoh që keq kuptohet nga opinioni publik. Vetëm një diçka, në administrimin e pasurisë, ligje, pavarësisht punoj gruaja apo nuk punoj, pavarësisht që pasuria u fitu drejt për drejt nga puna e saj financiare apo jo, sa i përket menaxhimit edhe administrimit të pasurisë, qoftë nëse ka punu vetëm burri, gruaja ka të drejtë të barabartë. Ose të dy palët, sepse kjo është reciproke me ligj. Bashkëshorti ose bashkëshortja nuk ka të drejtë me shit pasurinë pa pëlqimin e tjetrit, sepse me ligj të dytë konsiderohen pronar të përbashkët. E bërgja ka drejtë. As bërgj nuk ka të drejtë. Pa pëlqimin e bashkëshortit ose bashkëshortës, as burri, as gruaja. Sepse kështu e ka rregullu ligje. Me legislacionin fuqi nuk gëzon. Prandaj thuhet që Kosova ka ligje shumë të mira, neve na nevojitet vetëm zbatimi i tyre. Zbatimi unë për atë arsye gjithmonë pa e përmendje edukimin ligjor. Arsyeja pse nuk zbatohen është e mentaliteti. Me ligjet, çaq më shumë të kuptoj që aspekti fetar në këto rrethana është më superior. Në aspektin fetar për shembull është rregulluar, sado që jam teologe, domethënë po me ato që i kam dëgju, gruaja punon jashtë shtëpisë, e ka pasurinë që ka trashëgu prej babës, e ka mehrin që ka marrë prej burrit, edhe në anën tjetër, nëse ajo vendos me punu jashtë shtëpisë pagën që e merr, është e drejtë absolute e vetja, edhe ajo veç ka drejtë me dhon burrit bërgj, edhe mundet mos me kontribu për shtëpi me kurrë gjë. Në aspektin ligjor është veta. E tash kur jena atë praktika, që po thot Valja, diçka marrin, çka ju ka përshtat në kanon dhe çka në fe, kur jena atë praktika, atëherë të radhen ata musliman që e praktikojnë këto. Po don me punu jashtë shtëpisë, dush me kontribu edhe në shtëpi. Tash kanë nevojë edhe ata për mjaft gjithë dorën, natyrisht që kanë, po megjithatë të paktën me unim mirënjohës për kontributin e grave që japin aspektin material. Se ajo mundet as një shnoll mos me ble për veti me para veta, veç me i paluq atë. Një herën patron e pyet një teolog, është ka të drejtë gruaja me marr fare nga kuleta e burrit pa e pyet për nevojat veta. Apo është e drejtë absolute. Thashë burri ka të drejtë me marr në kulet gruas pa e pyet, ajo nuk ka të drejtë. Thashë nëse merr dhe nuk e pyet, a konsiderohet vjedhje, ndoshta me provoku pak. I ke përgjigjet, po ju mundesh me thonë vjedhje, po gjithçka që merret pa të drejtë, edhe pa leje, a llogaritet vjedhje, ja nisi me keshave, domethënë i bani do lëvizje që e kuptova që ka shkova nerva, po definitivisht domethënë kena edhe raste të tilla, sado që është praktikues kur t'ju bie burrave mirë. Unë s'po du me paragjyku, po sigurisht aspekti fetar e ka rregulluar në atë mënyrë për arsye se përderisa gruaja punon edhe brenda edhe jashtë, prap kontributi është më i madh i gruas. Kështu që sigurisht kjo është arsyeja, kështu edhe s'paku unë e kuptoj, po megjithatë në aspektin ligjor, çka do që fiton gruaja prej punës, konsiderohet pasuria e përbashkët e burrit dhe çka do që burri fiton prej punës së tij, pavarësisht se gruaja ka të ardhura financiare apo jo, konsiderohet edhe pasuria e përbashkët e gruas. Si përfundim, çka mundemi na me bë për me ndryshu këtë mendësi? Para se me eduku vajzat, me kërku drejtën e tyne të trashëgimisë, e para se me eduku ose me njoftu, me informu gratë për me
kërku drejten e tyne të pronësisë, është shumë e rëndësishme me i eduku dhe me i vedisu prindrit që te djalë këta, vajzë këta. Djalit për asiguron vendbanimin, strehimin, një tardhme, një bazë. Qësh mund është fëmin tanë me lanë rrugë? Mjafton me eduku vetëm fëmit, me njoftu për të drejtat të tënë, e pasaj ata e zgjedhin çështjen me gjykatë nëse nuk dëm prindje. Sigurisht, po para se më ardhë te ajo mënyrë arrogante ose dhënshme me kërku, me i tregu, me i vedisu baballarët, nanat, prindrin përgjithësi, ashtu që shë ke siguru djalin, kujt për ale vajzen. Ti po len automatikisht po len peng dikujt. Atëherë Valentin, nëse kish me ekzistu ashtu ishte dash gjykatat me mshelna, apo? Kur jemi të informimit, ju vazhdimisht të thatë që na kena nevojë për me njoftu. Na do të njoftu me informu edhe baballarët. Me njoftu për të drejta, që në momentin që ta shkel dikush të drejtën e ki gjykatën. Gjykata është dera, vendi për me zbatu drejtësinë. Prandaj tash, jo me eduku vetëm gratë edhe vajzat, po baballarët, prindrit, trashëgim lëndësit, që nuk duhet vetëm... Na pju referohemi baballarëve, po du të me referu edhe nonave, edhe grave. Prandaj tash, derisa kena ende gjyshen shoqërinë tonë, që thonë qikën du të me rejt 3 herë më shumë se djalin, se del në dirt hujë dhe ta merr ftyrën, derisa t'janë ende gjallë, që ato gjenerata, nuk po thëmë tash ato më gut me vdek, se gjeli vjen që atër kërë është të caktume, po du me thonë që na duhet një kohë për me i te i kalu këto mendësi. Dhe më thonë, problemi është pak edhe vetë të na. Në momentin kër e përkund një djallë, tjera një nuk i këndon. Në momentin kër e përkund një vajzë, tjera një nuk i këndon. Në e di, nuk e di ju pa ju ka rame ndëgju, në ashtë ta beki kje le rrit në krye qytet, këta pak ma të avansun kanë qenë, po në në për fshatra, shpeshere kemi ndëgju prej plakave thonjen, rrëte qikën hupe ditën, rrëte djalin shtoj e mallin. Do më thonë, në momentin kër ende i kemi të gjalla këto thënje, nuk kemi me ndru ftyre, zëja avokate, se këtë realitet nuk e paskani. Secila vajzë e secila bi është lind, e është rrit, duke pranu faktin që është më pavlefshme se sa djali, po sa e vështirë ka qenë për gjendjen e saj emocionale që ajo nuk ka vlerë sa djali. Edhe nëse ka fshata e bukës është ndo, nuk është ndo e barabartë. Djemë të kanë morë bukën e nëzet, vajzat ftaftën. Hajtë që e vajzë nuk ka gajle. Prandaj edhe nanat, kemi dëgju shumë që nanat gjithmonë kanë qajtë për vajzat, edhe nanat tuna kanë qajtë se vajza shumë, edhe na ndoshta i kemi pyet pse, ndoshta gjatë rritjes ka qenë mënyra e njëjtë si për vajzat si për djemt. E kur kemi pyet nanat të gjyshet tona, ata jo se jemi friksu, se djalin e kemi qëto, edhe shohim çapo banon në shtëpi vet. E për juve jena friksu gjithmonë se ju çojmë deri të huj, kush kujdeset për juve, edhe realisht gati edhe për kundër kësaj ndjeshmërisë emocionale që ku po të çaj të që shkimu prit, me gjitha të problemin më të madhen në përshpi të burave, kur kanë shkuedhin martuesënuse, e kanë pas pikrisht prej vjerave. Ankesat e parashtresat, shumë ma shumë kanë orë prej vetë grave, se sa prej burave ose vjerive. Shumë njësë dhe vjeri është silë në mënyrë perfekte, kur nuk në ka dëmtu, kur nuk në ka pozullum, e vje rakon e paparashikushme. Tash këtu ta mund dikun grave nuk po na bjen, po me gjitha të për mos me dalë prej vijave, unë mendoj që edhe na si nona, prej momentit kur i rritëm me i rritë në mënyrë të barabartë, me i trajtu në mënyrë të barabartë, me umësu, me ju të regu që të dytë jeni pjesë e shpirtit tonë, për të dytë kemi me qenë aty sa herë që keni nevoj, edhe shka, avokate. Edhe është okej. Konsideroj që pavarësisht pengesave, pengesa ka në shoqëri ndryshme, ndoshta pse ndikon ndrimi gjeneratave, do të me kuptu që ndikon shumë rrethana pse vjen deri te një qasje tim nda një kategorie caktume, një mohim i drejtave caktume, etj. Unë personalisht e kuptoj, mundet me pas shumë faktor, mundet me pas shumë arsye. Ajo që është i rëndësishme me e ditë opinioni, e sidomos personat, në këtë rast gratë, sepse temin e kemi trashëgimia dhe e drejta pronësore, sepse thamë që e drejta pronësore ose e drejta në pronësi fitohet jo vetëm mbi bazën e trashëgimisë, kemi edhe baza tjera që konsiderohen titull juridik i vlefshëm me fitu pronësin, që e përmendëm në bazë të kontributit në martesë, pastaj kemi edhe baza tjera që s'po i përmendi. Mirë po konsideroj që ajo që duhet me unë njoftu opinioni publik është pavarësisht pengesave, nëse dojna me realizu të drejtën tonë, e kemi vendin se ku duhet. E realizojme pa di për mes gjukatës edhe gjukata është vendi sigurt për me e vendos
drejtësinë në një çështje të caktuar. E pse vonohen që ka shumë lanë? Ajo pastaj është çështje shumë e thellë, ajo çështje e Se në shtetit. herë gratë pritojnë mu divorcu, se din që s'kan me gëzu trashëgimin me vitet e tëra, edhe ma ka bu dhe bën me duru qatë zullom, se mi prit 10 vjetë dhe sa ti ndohet pasuria. Trashëgimi, të drejtën në trashëgimi e humbë në momentin e divorcimit. Do më thënë, në momentin që divorcohesh e humbë të drejtën në trashëgimi. Nuk mundesh me trashëgu pasurinë e burrit mbi bazën e trashëgimisë. Mundesh me fitu të drejtën e pronësisë, edhe pse je divorcu, mbi bazën e kontributit të përbashkët në martesë, mirë, po mbi bazën e trashëgimisë jo. Për arsye se vjen në kundërshtim me ligjin për trashëgimin, ku thotë se bashkëshortja trashëgon në radhë të barë me fëmijët. Momentin që dikush divorcohet, ajo ma nuk është bashkëshorte. Bjen kjo dispozit. Mirë po megjithatë kemi bazën e kontributit të përbashkët martesë që gruas janë 50%. Zvarritën që gratë ma ndej jetoj një kohë gjatë me qira, edhe pse në është pasurit përbashkët me burrin një kohë 4 banesa. Edhe du të me shku 3-4 vjetë, e ma shumë vjetë deri sa ti merr ajo, kështu që e vendos me hesht, kjo është problem jo vetëm në këtë çështje, do me thonë gjyqësore, po në gjitha rastet e tjera, numri i vogël i gjyqtarëve, kena lënë shumë të papërfundume, do me thonë kjo është çështje e problemit të menaxhimit brenda gjykatave. Qika kjo temë ka fillim, po kur nuk ka mbarim. Kështu që duhet me mbyllë që jemi në fond, dhe për me mbyllë, po të alo të zoja avokate, me naj mesazh të fuqishëm për ato që në ndjekët. Pa tjetër, një prej mesazheve të mia kish me qenë, nuk e përmendëm gjatë diskutimit temës, në qoftë se jeni privu nga e drejta trashëgimisë ose nga e drejta në pronësi, mundeni këtë drejt me kërku në rrugë gjyqësore, në qoftë se nuk jeni njoftu për procedurën e hapjes së trashëgimisë te noteri, mundeni me paraqit kërkesë te noteri për rihapje të procedurës të trashëgimisë, në qoftë se keni deklaru në presion për heqje dorë nga trashëgimia, mundeni me kërku në gjykatë revokimin e deklaratës së trashëgimisë, sepse e njëjta është dhënë në mënyrë të pavullnetshme, pra në presion, po ashtu të drejtën e juaj ligjore, si e drejtë pronësore, mundeni me kërku me padi për vërtetimin e pronësisë në bazë të trashëgimisë dhe vërtetimin e pronësisë në bazë të kontributit të përbashkët në martesë. Mirëmbëjtje deri në emisionet e radhës.